Unaza e vogël e qytetit të Vlorës pritet të lidhet me rrugën Dimitër Konomi brenda një muaji. Aty më herët, IKMT ka shembur 9 objekte, mes tyre edhe një hotel 4-katësh me shpërthim të telekomanduar, ndërkohë që objektet e tjera të prekura në pjesën lidhëse kanë qenë mure rrethuese. Ditën e sotme, në zonë është parë puna në fillimin e grryerjen e vendit ku do të kalojë rruga, për të kryer më pas dhe shtrimin e saj, e pa përjashtuar dhe elementet e tjerë shtesë, si trotuare, gjelbërime, ndriçim. Investimi në këtë aks lidhëse mes unazës së vogël të qytetit me rrugën Dimitër Konomi është parë si një mundësi për të shmangur totalisht qarkullimin e trafikut në shëtitoren lungomare. Ndodhemi në zonën e quajtur 7 pallatet, në kufirin në fakt të projektit fillestar të unazës vogël të qytetit. Ndërkohë që me ndryshimet që janë bërë këtij projekti, do të kemi një rrugë lidhëse midis unazës vogël të qytetit dhe rrugës Dimitër Konomi. Një rrugë kjo më së e nevojshme për shmangur edhe trafikun në aksin e lungomares. Ndërkohë që aktualisht sikur çmurth da shikojmë edhe nga pamjet, është duke u punuar. Mjetet e tonazhit të rënd janë duke kryer gërmimet aktualisht dhe siç mund ta shikojmë, do të ketë edhe përshembje të disa mureve rrethues. Në këtë aks rrugor lidhës, aktualisht është duke u punuar me ritme të përshpejtuara, në mënyrë që aksi të jetë funksional brenda një muaji, kjo në kuadër edhe të sezonit turistik.